Ibn Gjauzi vëllezër për dietarëve, i cili ka shkruar shumë për butësinë e robit që duhet ta ketë kur ban ibadet. Çish duhet mi pas pejg Allahu, çish duhet me kajt, çish duhet me pas dënesën, lutje, kështu me radhë. Në librin e tij Saidul Khatir, e ka një libër të shquar në mesin e nxënësave të dijes dhe ulemave, e përmend se si një ditë prej ditëve i ka ndodhur një rasti në ders dhe pastaj ka huazuar skenë për të shfaq lutjet e Zotit. Për shfaq disa dietar kanë thënë, kjo është se u ka lut me emrin Allahut El Hayy. Dhe zonë thot Ibn Gjauzi në Saidul Khatir, thot: në duart e mia janë penduar mbi 200.000 njerëz. Në duart e mia kanë pranuar pendimin, janë kthyer te Zoti 200.000 njerëz. Wa aslama ala yaday aktharu min 200 nafsin. Mbi 200 njerëz e kanë pranuar Islamin durtë mia. Ka thonë shahadetin te dora e Ibn Gjauzi rahmetullahi alayh. Wa kam salat aynu mutajabbirin bi wa'dhi. Sa syri i kryelartit edhe i të vrashtit o zbut në ligjëratat e mia. Fol Ibn Gjauzi rahmetullahi alayh. Lem takun tasil. Ai s'ka kaj dëniherë derisa më ka ngu mua. Wa yahiqqu liman talammaha hadha al-in'ama an yarju at-tamam. Ka thonë, e ka hak ai i cili e vëren këtë begati që ta shpreson tamamin. Dhe më thonë, atu thonë, masi Zoti ma ka mundësu që unë shpresoj me shkutën tamam kjo, në të hinë gjenet. O masi ka mundësu, unë mi thirë njerëz dhe mu pendua të ndurët e mija, me kaj ndurët e mija, me uktit e Zotit ndurët e mija, shpresoj për Zotit, që ma boje tamam kejt, tamam me hinë gjenet. Allah në mësof me kam prej banorët e gjenetit. Thotim një Gjauzi. Mirë po thotë, nuk e haroj taksirin, nuk sa lëkin ta, nuk e mohoj taksirin, nuk e mohoj atë shka është gjuna jemi, po thonë e thotë shpresoj. Thotë, jam unë një ditë për ditëve në ligjërat. Dhe për rreth meje i pas 10.000 njerëz të ullur. 10.000 njerëz të ullur. Nuk ish dikush që ishte ullur, vetëm se zemra ishte zbut. Syri lotonte dhe thash me veti. Ibn Gjauzi. Tash me veti, o shkejnë e madhe 10.000 njerëz, si cili o zbut e ka ullë kokën, qanë për i fjalimit këtina. Thot, dhe thash me veti, kejfe bik in në gjau u helekt. Si është puna nëse keq pëtojnë e ti djegësh. Fasihtu bilisani vëgjdi, e kum klith, kum bërtit me gjuhën e zemrës time, ilahi, o Zoti jem, se jidi, o Zotnia jem, nëse e vendos me mdënu e nesër, mos ju kalzo këtinve. Nëse e vendos me mdënu nesër, mos ju kalzo këtinve. Si janetën li karamik, që ta ruash bujarin tane. Jo për muë, po mos thojnë këta, e pas ka dënu atë që ka na ka mësue për Zotin. E pas ka dënu atë që e ka mësue për Zotin. Zoti jem, kad qile li nebijike sallallahu aleyhi sallam, i është thanë prej, dikush i ka thanë pejgamberi sallam, vraje Ubej ibn Selulin. E pejgamberi aleyhi sallam tha, hadith Sahih Bukhari, jo, që mos thoj njerëzit Muhammedi pi vranë shokët e vetë. Së kanë ditë sa e munafik. Ka thanë, o Zoti jem, ruaje besimin e mirë të njerëzve për mua me bujarin tënde. Dhe nëse më dënon, mos ju kalzo atynve që mos thojnë se e paska dëshkuar udhëzuesin drejt meje. Hashake wallahi ya Rab min takdiri safi. Ka thënë, o Zot, nuk të përket tyje wallahi që ta turblosh ujin e pastër. Pastaj ka thënë në poezi, la tebri uden ente rajeshtahu, hasha libani ljudi en jankuda, la tuqtish zar alledhi neptuhu, bisaubi inamike kat rawada. Thot Ibn Gjauzi, thot, mës, o Zot, poezi, o Zot, mës e prish një pemë të cilën filizin e asaj ti e ke mjell. Ka thënë djetar, po tim ke kriju mu, tim ke bojë djetar mu, tim ma ke mundcu njerëz mu pëndu ndurët e mija. Ka thënë, hasha li bendi l'gjudi e njën kuda. Thot, është larg a i cili ban mirë që në fund me e prish. Ka thënë djetar, qka po thot Ibn Gjauzi? Po thot, ja Rab, mos më dëno, masim ke bojë deri që tu plëtsoma deri në fund. Pas e ka thënë, mos e le pa ujë o Zot atë të mbjellur të cilën filizja asajna
me ujin e begatis tane është babache. Apo, andaj është transmetuar nga Ibn Gjauzi se ka thonë rahmetullahi alej, ju ka thonë njerëzve, nëse pas vdekjes së më shifni në gjennet, vetë në Zotin, ku është ai mësuesi jon? Nëse pas vdekjes së më shifni në gjennet, vetë në Allahun xhelle xhelaluhu, ku është ai mësuesi jon? Andaj na lutem Allahun te bareke ve teala, që Allahu të na bën për xhenet live, na ndarun Allahu te bareke ve teala prej zjarrit të xhenemit, e lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu të na bën udhëzues të hajrit, mos marri për vete dhe për të tjerë.